Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çlirohuni nga kapslëku, fryrja e barkut dhe gazërat brenda 1 minute duke konsumuar këtë përbërje. Ka shumë receta që ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi ynë. Megjithatë, disa përbërës natyror janë më efektiv dhe nuk kanë efekte anësore. Kumbullat e thata janë jashtëzakonisht të larta në fibër dhe janë të njohura si laksativ të shkëlqyer natyror. Përbërësit e nevojshëm për të bërë laksativ natyror janë 5 gota me ujë të zier, 1 filxhan ose 150 gram hurma arabie, 1 filxhan ose 150 gram kumbulla të thata. Përgatitja e kësaj përbërje plotësisht natyrale dhe shumë efektive është shumë e thjeshtë dhe e shpejtë. Në një enë me ujë të zier fusni hurmat e arabis dhe kumullat e thata të cilat i keni prerë më parë në copa të vogla. E lini të ziejnë për 15 minuta përpara se të minimizohet dhe përzierja juaj shëruese është e gatshme për konsum. Ju duhet të hani këtë përzierje në mëngjes, e kombinoni me gjithçka si kosi, drithrat, një copë bukë ose edhe me mjaltë. Dhe gjithashtu, pini shumë ujë gjatë ditës. Uji me limon vepron shumë më mirë kundër kapslëkut. Mund të bëni edhe pozicione specifike të jogas ose të pini çaj me gjethet e senës. Vetëm mos harroni se ju duhet të merrni fibër në ushqimet tuaja të përditshme dhe nivelin e saj ta arrisni në mënyrë graduale për të mos ndikuar në shëndetin tuaj tretës. Kryerja e një pastrimi të mirë të zorrës së trashë është çelësi më i mirë që mund të bëni edhe në balancimin e shqetësimeve të saj. Zorra e trashë duhet të mbahet gjithmonë e pastër për të evituar kështu shqetësimet që mund të lindin më vonë në aktivitetet tuaja të përgjithshme. Toksinat, lëndët fekale që grumbullohen në zorrën e trashë shkaktojnë komplikacione të theksuara të shëndetit tuaj. Prandaj duhet të jeni të vëmendshëm ndaj asaj që zgjidhni gjithmonë në dietën tuaj. Lëngu që do të prezantojmë në këtë video mund t'ju ndihmojë gjithashtu në reduktimin e shqetësimeve të zorrës së trashë dhe të sjellë rezultate të kënaqshme në parandalimin e komplikacioneve të saj. Një zorrë e trashë e ndotur mund të shkaktojë probleme të shumta, të cilat mund të lidhen gjithashtu edhe me zvogëlimin e energjisë, probleme shëndetësore, shtim të peshës dhe probleme të theksuara të tretjes. Nëse nuk kujdeseni më shumë për zorrën tuaj, atëherë edhe gabimet do të jenë fatale, që do të ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja dhe do të sjellin edhe shqetësime nga më të ndryshmet. Prandaj, ju sugjerojmë një recetë në kushte shtëpie që mund t'ju sjellë rezultate të kënaqshme kundër këtij problemi. Për këtë do ju duhet një mollë, një lugë gjedhe me fara liri, një lugë gjedhe me fara chia, një lugë çaji mjaltë dhe një gotë me ujë. I përzieni të gjitha përbërësit së bashku duke përfshirë farat chia. Vendoseni përgatitjen në një filxhan dhe shtoni farat chia që do të konsumohen ashtu siç janë. Rekomandohet ta merrni këtë pije për të paktën 2 herë në ditë për 2 deri në 3 javë, në mënyrë që të sillni rezultate të kënaqshme në shëndetin e tretjes dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet shqetësuese të saj. Duke u kujdesur më shumë për sistemin tuaj tretës, do ta keni më të lehtë të sillni në ndihmë edhe një zorrë më të pastër, e cila mund të ndikojë gjithashtu në aktivitetet tuaja të përditshme. Ka disa probleme të tretjes që janë të dëmshme për shëndetin tonë si diarrea, dhimbja, sindroma e zorrës së irrituar e të tjera. Kjo do të reflektojë edhe në të gjithë trupin tonë duke sjellë komplekse nga më të ndryshmet, të cilat kanë nevojë për trajtime akoma më të specializuara. Por zgjidhja është më mirë që të merrni produktet e duhura ushqyese, të cilët do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj tretës dhe do të ndikojnë gjithashtu në parandalimin e fryrjeve të barkut, pastrimin e zorrës së trashë dhe sjelljen e rezultateve më të kënaqshme në këtë aspekt. Përbërësit që u duhen për këtë recetë janë xhenxhefil, mollë, limon dhe kripdeti. Secili nga këto funksionon në veçanti për pastrimin e zorrës së trashë. Dhe siç mund ta shikoni, mund të sjellin rezultate të kënaqshme edhe në trajtimin e problemeve të saj. Xhenxhefili përdoret për të trajtuar problemet të tretjes së dobët, për të rritur sekretimin e lëngjeve tretse
dhe për të inkurajuar lëvizjen e zorrës duke ndihmuar në lirimin e jashtëqitjes së trupit së bashku me mbeturina dhe toksinat që ai përmban. Molla mund të ndihmojë edhe në fryrjen dhe çrregullimet që mund të keni në barkun tuaj, për shkak të fibrave që janë avantazhet kryesore të saj duke ndihmuar në zbutjen e çdo çrregullimi ose kapsllëku të mundshëm. Limoni përmban shumë antioksidan në saj të vitaminave dhe elementëve ushqyes, mund të përbëni një recetë ideale në dobi të shëndetit tuaj, çka do të sjellë rezultate të kënaqshme në tretje dhe largimin e shqetësimeve tuaja të kapsllëkut. Kripa e detit mund të ndihmojë në lirimin e mbajtjeve të lëngjeve dhe pijeve të tjera që ndikojnë edhe në shëndetin tuaj tretës. Aplikimi i këtyre recetave vazhdimisht duke i kombinuar së bashku në një pije të vetme do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për sistemin tuaj tretës. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Nxehni ujin në një tigan derisa të jetë mjaft i nxehtë për t'u pirë. Kur uji të ketë arritur nxehtësinë e përshtatshme pa vluar, hidheni në një gotë, shtoni kripën dhe i përzjeni. Shtoni lëng molle, lëng xhenxhefili dhe lëng limoni. Pijeni çaj në mëngjes esull në temperaturën e ambientit. Pijeni vazhdimisht edhe para dreke dhe përsëri në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme të pini 6 deri në 8 gota lëngje në ditë në mënyrë që të sillni rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Për të ndihmuar në një tretje më efektive dhe më të shëndetshme, duhet të jeni më të vëmendshëm ndaj ushqimeve që zgjidhni në dietën tuaj. Ushqimi ka një rëndësi të veçantë edhe në pastrimin e zorrës dhe modifikimin e një shëndeti më të fortë të tyre. Për funksionet e duhura të sistemit tretës, zorët duhet të zbrazen rregullisht për çdo ditë të mundshme. Shpesh ndodh që njerëzit të shkojnë në tualet vetëm disa herë gjatë ditës ose javës. Nëse nuk konsumoni edhe ushqime të duhura dhe vuani nga shqetësime të tilla tretëse, duhet t'i adresoni ato tek mjeku juaj ose të merrni trajtime më të specializuara që do të sjellin rezultate të kënaqshme në aspektin tuaj tretës. Ndoshta është kapsllëku ai i cili ndikon drejt për së drejti në aktivitetet tuaja dhe ka nevojë për trajtime më të mira, të cilat mund të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Termi kapsllëk përdoret gjithashtu si kapsllëk kronik ose edhe probleme të ndryshme të zorrës. Përdoret për të përshkruar një zorë e cila mund të ketë nevojë që të zbrazet vazhdimisht, por mungon kjo gjë, duke ndikuar kështu në shfaqjen e vështirësive për të dalë jashtë dhe krijimin e problemeve të shëndetit tuaj. Kapsllëku zakonisht është një problem i zgjidhur në mënyrë të lehtë, por nëse ai nuk trajtohet për një kohë të gjatë, mund të shfaqë shqetësime të theksuara për shëndetin tuaj. Ndaj është e arsyeshme të tregoheni të vëmendshëm ndaj asaj që shtoni në dietën tuaj, pasi kapsllëku mund të ndikojë në përkeçimin e tretjes dhe sjelljen e rezultateve të pakëndshme në situatat tuaja të përditshme. Prandaj një recetë e thjeshtë me 2 përbërës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për zorët tuaja. Në 6 orë duhet të zbrazni zorët në një mënyrë të rrjedhshme të fortë si uji. Vaji i rilcinit është një laksativ natyral i cili mund të përdoret edhe në mënyrë të shpeshtë sepse nuk mund të ndikojë në përkeçimin e tretjes. Ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për tretjen tuaj. Ky vaj kombinohet me lëngun e portokallit, i cili është i pasur me fibër dhe lëndë ushqyese të dobishme, për një shije më të shëndetshme dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Kjo pije gjithashtu do të forcojë imunitetin tuaj, do të parandalojë ndjenjën e kapsllëkut dhe do të sjellë gjithashtu rezultate më të mira të kënaqshme në sistemin tretës. Për të parandaluar problemet e tretjes, duhet të shtoni sa më shumë produkte të cilat përmbajnë edhe laksativ në dietën tuaj, të cilat do të sjellin lehtësime më të favorshme të situatës suaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet anësore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.